Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, i përsosur dhe i lavdruar është vetëm Zoti i Madhërisëm, ai i cili e ka zgjedhur Islamin fe dhe e ka dedikuar njerëzimit që përmes saj njeriu të formohet dhe të edukohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Parimet fetare janë shkalla më e lartë e ndërgjegjes dhe etikës, e cila fillon prej fjalës së mirë dhe mbaron deri te vepra më e mirë dhe më e madhe e mundshme. Dhe padyshim se komunikimi fillon me fjalë të mirë dhe veprat e mira burojnë nga ajo çfarë flet dhe çfarë beson njeriu në fjalën e tij. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, në kuadër të temës rreth shoqërisë ideale, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do t'i them në 2-3 fjalë në lidhje me një vlerë shumë elementare që do të me posedu njeriu në jetën kësaj bote, e që fatkeqësisht në kohën tonë edhe kjo vlerë sikurse u shu dhe po mungon. Aja ka të bëjë me fjalën e mirë. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, nëse i referohemi Kuranit famëlart, është një numër i madh i ajeteve kuranore që Zoti i Madhërisëm e fton njeriu, e mëson njeriu dhe obligon njeriu që ta përmirëson fjalorin, që ta përmirëson fjalën e parë përshëndetse me njerëz. Sepse fjala ka shumë rëndësi të madhe të dashur vëllezër. Prandaj me që Kurani i Kerim është libër i shenjtë, natyrisht se Zoti i Madhërisëm se ka lënë pa e përmend rëndësinë që ka fjala në jetën e kësaj bote. Nga se Kurani i Kerimi kom ju përgjigj shoqërive në vazhdimsi të ndit gjykimi. E sikurse këto ajete që flasin për fjalën e mirë, për përshëndetjen e mirë, për etikën në fjalor, e kështu me radhë, sikurse këto ajete janë bërë sot të obligueshme për secilin prej nesh, duke pas parasysh rrethanat në të cilat kalojmë jetën e kësaj bote. Të dashur vëllezër, ndoshta njeriu nuk bindet, por është realitet se një fjalë vetme kom ja dekapitulu fatin nesër në urë të siratit. Një fjalë vetme. Dhe se tema është e gjanë, po më po flas veç si hyrje, sepse do të flasmi për vlera tjera. Po them nuk mund të arrijmë vlera tjera në si njerëz nëse e prishmi startin. Që thot Imam Maliku, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot nuk mund të përmirësohet fundi pa u përmirësuar fillimi. Mos prit me pas rezultat të mirë gjatë bisedës nëse në fillim fjalët e para në të këqija, sepse s'ka më bereqet në atë bisedë. E Zoti i Madhërisëm pikrisht për këtë arsye po don me përmirësu startin. E pastaj çka rrjedh masanena ka me ardh mirë me emrin e Allahut xhallahu ala. Pra të dashur vëllezër, fjala mirë që sot ka humbe fjalorit njerëzor, është transmetuar në hadith se kur Zoti i Madhërisëm e ka kriju Ademin alayhis salam, edhe në xhennet s'ka pas njerëz, sepse njeri para Ademi. Por në xhennet kanë jetu me lajkët, që jetojnë edhe sot, në qiell, në tokë, në deta, ku diçka. Dhe thuhet të dashur vëllezër, se kur Zoti i Madhërisëm e ka kriju Ademin, siç ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." E pastaj Allahu ja mësoi fjalorin Ademit, njerit parë, i tha, largohu tha prej këtij vendi, edhe përshëndete qatë grup prej me lajkeve. Tha o Zot, qysh me përshëndet? Tha është hera parë që komunikojnë dy krijesa. Tha përshëndet e mirë, sillu mirë, dhe thuje selamu alejkum, thuju paqja dhe shpëtimi Allahut që mbi juaj me lajke. Dhe pasaj atoja kanë kthiu alejkum selam. Për herë të parë, vëllezër, përshëndetja e parë që ka njoftë historia e njerëzimit ka qenë fjala paqë. Unë po e tham shqip. Ka qenë fjala paqë. Pse? Sepse në këtë fjalën paqë, selam,
Një për emrave të Zotit është selam. Edhe kjo ka kuptimin paqësor, po se po ka kuptimin diçka patmeta. Dhe i thuti njerit, ti kofsh paqësor, edhe inshallah asnjë e keqe se dunjoj nuk është me ty. Të parën fjalë, ti jep një përshtypje të mirë sepse po lutesh për te. Ne jemi bitë një gjuhë tjetër, ne flasim gjuhën shqipe. Po unë po flas në aspektin fetar të dashur vëllezër. Dhe tash ku kthehemi në komunikim, unë nuk po të them me përshëndet dikën gjuhën arabe. Sepse arabishtja ka tjetër fjalor dhe gjuha e islamit ka tjetër fjalor. Për këtë arsye këta komunistat me qëllim e bën gatrimin mes teorive fetare dhe gjuhës arabe. Për shembull, ti i thua selam aleikum, ai thot çore hoxha, unë nuk jam arab. Po ç'lidhje ka këtë përshëndetje me arab? A nuk e din ti se veç në Egjipt jetojnë 16 milion krishterë? Ai nuk të përshëndet me selam aleikum. Ai të përshëndet me një shprehje tjetër. Që s'po e thamë sepse s'po du me humku. Veç e ndron teritorin tjetër ka, edhe shet qështë përshëndesin krishterët jo arab me përshëndetje krishtere. Pra, fjalori islam, përshëndetja fetare, edhe përshëndetja në gjuhë nacionale ka dallim. Allahu s'ka thonë Kur'an, thuni arabisht sabaul khair, mirëmëngjes për shembull. Po e ka zgjedhë fjalën paqë, sepse me paqë ka fillu jeta. Paqësor do t'jenë banorët të xhennetit. Me paqë është kriju xhenneti, dhe lumturia arrihet përmes paqës. Pra vëllezër, fjalori, mënyra që është përshëndetjen e sot ka shumë rëndësi të madhe. Unë nuk po tham arabisht, po tham edhe paktën edhe shqip vllaznime përshëndet njëri tjetrin. Sepse na ka mësuar Islami. Është interesant të dashur vëllezër, nëse lexojmë në për kultura të ndryshme. Nëse gjejmë dhe bëjmë krahasime mes kulturave të ndryshme, dikur na shqiptarët kemi pas shumë kulturë të lartë. Sot çat kulturë që kemi pas në kaluarën nuk e kemi. As edukat minimale s'kemi. Urna hec rrugës, edhe ti mos e përshëndet kërkan, dhe këshire rinia ju në të përshëndet. Fare. Ullën tavolinë me dikan bisedo, sepse kur po flasim për dialog, për komunikim mes fuqive politike, po qysh me komuniku kur në start i prish balancat? Çka mund të arrijmë në qysh mund me kriju paqe na këtu në xhami, nëse ne të para fjalë thamit fundit. Danasjetas. Qysh mund me arrit qëllim? Qysh mund me zgjidh një problem me ty nëse në të shajt, parën fjalë. Ti ma krijon një përshtypje se s'ka vlen me bisedu. Këto terma, vëllezër, këto tema i ka trajtuar Kurani Kerimi. Prishën shumë politika në të ardhmen nëse s'rregullohet stati. Pra kemi një rini sot, e cila fare si ban përshtypje mësuesin në rrugë, fare si ban përshtypje hoxha në rrugë, si ban më i vjetri në rrugë përshtypje, e kështu me radhë. Pra prishëm gjithçka prej përshtypjes parë. E pastaj për në të ardhmen mos flasmi se çka mund me rezultu kjo çështje. Çfarë vëllezër të dashur, kur po bëjmë krahasimin në për kultura të ndryshme. Ka rastis, Allah e ka bëjë më në qërtu që në për 4 kontinente kom pas punë në për studime. Edhe shpesh herë bëjsh analizat të ndryshme në aspektin sociologjik. Ne krenohemi me sjelljet tona, por ti se din që tjetë janë më të mirë se na. A na krenohemi se na më të mirë si popull, por ti s'ke pa ala mirësi. E din që ka fjalor, ka popull që nuk di çka e shamja. E di këtë mundi. Në që po krenohemi me vlerat tona, në fjallorën e tyre nuk ekziston sharja, s'ka në fjallor sharje. Farë se ekziston. Që ta është dallimi mes neve dhe tyne? Me një përstudim vendet publike.
Por shembull, ne atë kurin më shumë se 4-5 vjet. Dhe kështu e sjelljen tonë dhe sjelljen e tjerëve. Këtë jemi këtu që kemi rast me udhëtu jashtë. Veç këshire në balan kur typin e shqiptarët, edhe ku zbresmi mjafton me marrë vesh për shabat fjallë. Wallahi, gati 100 shtetet botit kam ecë. Ka ndodhë të dashu vlezër, kam qëllu fillu në shqiptarë, në balan. Edhe bëjsha krasim mes neve edhe tjere. Qëfar discipline në balan, shumica prej tyre me një mëngjes kam votu gatme me ta, këtë jashtit, shumica prej tyre ka një libër në dorë. Edhe libër në dorë, lexojnë heshtje. Kur u thojmë na shqiptarët me balan, që jemi këtë shqiptarë, prej karikave të para në fund janë një zanin. Edhe me kanë që të folë në sen mirë, njerët i banë përshtypje. Dhe shpesh thamë, po çfarë gjendje kemi armër në avllakëtëm? Ku jemi na? Ku jemi? Ka ndodhë, ka dalë kapiteni balonit, e ka thonë, a një normal, jo, o shqiptar ju. Për shkak të sjelljes, të zhurmës, të poterës, të karikave, ku e diçka në balan. Këtë shqiptarna. Nuk rregullohet fundi pa rregullu fillimi. Etika është pragi mbi cilën ndërtohet e ardhmja. Kush e ka prish komunikimin në start, s'ka mundësi me arrit qëllimin finale. E nëse sheni popull të kujdesshëm, dije vëllai i dashur që Allahu të ka porosit ty e më kon i tillë, ti si musliman. E dini se janë 20 ajete me urdhën Kurani Kerimit që Allahu ka thonë përmirësoj fjalurin. Çu ka thonë falë namazit, ka thonë përmirësoj fjalurin. Wa qulu lin-nasi husna, thot Allahu. O ju njerëz, flisni mirë. Pse vi përdor fjalë të këqija kur ki mundësi për të mira? Pse ndytësh? Dhe një ditë njani tha ja Rasulullah, po shkruam ata çësha muslimani. Që sa bukur e ka po shkruar, ka fillu pi fjalorit. Ka thonë muslimani nuk është ta'an. Ta'an është me shpif diçka nder dikujt tjetër. Thot shpif muslimani. O lejse bil la'an, as nuk mallkon muslimani. Lejse bil fahish, as nuk është i ndyt në fjalë. O lejse bil bedi, ka thonë dhe nuk është ai i cili përdor fjalë të ndyta për me një muzika tjetër. Thot nëse ruhesh ç'kesh muslimani. Na trishtohemi në përmeshdisë tonë vëllezër. Edhe me keqa xhamati xhamis. Me avdes. Nuk mujna vëllezër, vallahi, nëse se përdormi këtë fejë çmar, kjo komo na fundos dunjën e ahiret. Dhe po ta them një shembull për përfundoj. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit për një fjalë që e ka hidhur Zotin e Madhrishu, do të fundoset në xhenem me këtë veprat e mira. Se nuk e din ti ku ke hidhur Zotin e Madhrishu. Dhe ka thënë për një fjalë të vogël, dhe të mirë, bëhet sebeb dhe ky njeri ndoshta Zoti i Madhrishu më fal, për shkak të sjelljes mirë, të moralit mirë dhe të etikës mirë. Pra e vëllezër të mësojmë familjen tonë, fëmijët tonë, që të kanë një përshtypje pozitive për tjerë. Në shkollë ta përshëndetim mësuesit. Në rrugë ti përshëndet ata që janë më djetës se ata. Të mos flasim fjalë të ndyta. Sepse jemi të rrit një brez për të cilët kena me pas frikë nesër. Një brez që me pas frikë për tyre nesër. Dhe bëni një krahasim do po e mbyllit të dashur vëllezër. Mes si shembull po e marr japonezëve. Se shpesh na bjen me pa edhe statistika. Më shumë të fjalor të në ekziston fjala edukat, etik. Më së shumti në përliba të në gjon fjalë etik. Edhe romanat ku lexon peshqimtarë japonez anojnë ka etika. Pse? Se njeriu nuk e prish asgjë më shumë se sa morali keq. Mas ki vlerë se njeri. Prandaj e frymëzojmë brezat për etik, për edukat. Dhe ti ki për shembull 500 vet me një vend e ka është turp të ta me ta një zanin tjetri. A neve këto fjallë e kam mësu Kurani Kerimi. Allahu xhelle wala. Dhe po e përfundoj dashu vëllezër me një histori shumë interesante.
Allahu ka thonë për Firaunin, e ka tepru me gjithë shka. Kur e ka dërgu Allahu Musajin te Firauni, e di çka ka thonë Allahu Musajit? A Firauni kon gjakpirs, ka vra gra masivikisht, ka vra fëmijë, sa që ka thonë urdhën kohën e tina në teritori ku ka sundu, qatë vjetë, çka ka pas mashkull prej ditës që ka lind deri në pleshni e ka mytë. Zullumçar shumë i madh. Histori e gatë. Kur e ka dërgu Allahu Musajin te ai, e di çka ka thonë Allahu? Thot ai e ka tepru me gjithë shka. Ama ti o Musa thot, wa qula lahu qawlan layyina. Thot kur shkosh me fol me ta, sillu me edukat. Po shëndetje. Kjo edukata muslimanit. Përballë një kriminali që e ka shkatru një dënjan atë kohë, dallimi mes etikës së pejgamberit dhe ati më trapazi. Allah i thot pejgamberit Musës, thot dhe ti sillu mirë me fjalor. Përshëndetje. E pastaj janë një ditë ati. Edhe në rastet e tilla të dashur vëllezër Islami, edhe kur kemi emocione të rënda, edhe kur kemi ngarkesa, na ka cenzuru dini Allahut që mos me dalë për gjuhës tonë fjalët e dyta dhe fjalët e rënda. E sidomos kur bisedojmë me dikant që kena plan për çështje tjera, sepse i prishmi balancat. Dhe po e shoh me rezultatet edhe në shoqërinë, se sa muna me marr vesh me zveti, për shkak të krimit, të barikadave të panevojshme. Para edukata të dashur vëllezër fillon me fjalën e parë. E janë të japmi përshtypjen njerëzve se me të vërtetë në këtë dinë nuk e kemi fals, por këta e kemi si motor që na udhëheq proceset e jetës dhe na edukon në fjalën më të mirë të mundshme, dhe këtu pe përfundoj walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.